Një mesazh i papritur ka trazuar rrjetin duke ngritur dyshime për një ndarje të mundshme mes çiftit të njohur, Brikena dhe Matteo. Të gjithë e kemi parë historinë e tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5, dhe kjo marrëdhënie ka patur ulje dhe ngritjet e veta. Megjithatë, në përfundim të këtij edicioni, të dy dolën si çift. Në mesazhin që po qarkullon në rrjet, një person anonim pretendon se dy shej ka dhënë fund marrëdhënies, ndonëse nuk kanë zgjedhur ta bëjnë ende publike. Si detaj për të mbështetur këtë pretendim, dërguesi shprehet: "E di që ti dhe Matteo janë ndarë, apo se di dhe nuk po e bëjnë publike ndarjen e tyre. Kaq di të them. Jetoj në..." dhe ka shkruar adresën e tij, por e ka mbuluar dhe kam një javë që se shikoj Brikin aty, thuhet në informacionin që ka bërë xhiro në rrjetet. Me njëherë pas publikimit të këtij mesazhi, aludimet për statusin e tyre romantik kanë nisur të përhapen me shpejtësi. Megjithatë, deri në këto momente, as Brikena dhe as Matteo nuk kanë bërë asnjë reagim publik për të konfirmuar apo hedhur poshtë këto zëra. Në mungesë të një deklarate zyrtare nga vetë çifti, gjithçka mbetet në nivelin e pretendimeve dhe spekulimeve të rrjetit. Shumë persona apo ndjekës të kësaj marrëdhënie tashmë janë bërë dyshues, pasi kanë parë që çifti refuzon të bëjë intervista së bashku apo që të tregojë intimitet me njëri tjetrin, edhe kur u kërkohet të paktën një puthje apo një përqafim. Nuk dihet se si kjo marrëdhënie do të shkojë, megjithatë, të gjithë po shpresojnë që do jetë e vërtet dhe kjo të mos jetë vetëm një lojë që ata të dy përdorën gjatë kohës që ishin brenda spektaklit të Big Brother. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.